Po të njëjtën zhurmë si edhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania po bëjnë edhe jashtë saj. E kemi fjalën për çiftin Gjesti dhe Egli, të cilët për disa vijojnë të jenë të lidhur e për disa të tjerë jo. Te grupi këtyre të fundit futet edhe Valbona. E ftuar në një studio televizive, ish banorja Big Brother VIP e pyetur nga gazetari nëse Egli dhe Gjesti janë bashk, shprehu skepticizmin e saj lidhur me këtë marrëdhënie. Kam përshtypjen që për publikun vazhdojnë, por me aq sa po më lën mua një shije, kam frikë se me impenjimet e shumta që ka Gjesti, por edhe Egli, nuk kanë gjetur kohë për të qëndruar me njëri tjetrin, por duhet të shohim reagimet e tyre. Uroj që të jenë bashkë dhe ta kenë finalizuar me dashuri dhe sukses, tha Valbona teksa në rrjet, menjëherë shpërthyen lajmet se çifti më i përfolur i Big Brother VIP i ka dhënë fund lidhjes. Por pak pas kësaj deklarate, ka qenë vetë Egli e cila ka postuar një foto në Instagramin e saj, ku shumë ndjekës të saj i kanë komentuar duke i thënë se ndodhet në shtëpinë e Gjestit. Me sa duket, Egli ka zgjedhur këtë mënyrë përmes kësaj fotoje për t'i kthyer një herë mirë përgjigje pyetjes që a vazhdon akoma me Gjestin? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.